Doktorët me urdhër të prerë, para se të pini kafe në mëngjes, urgjent duhet të dëgjoni këtë lajm. Vjen një lajm i mirë për të gjithë adhuruesit e kafes. Ajo është shumë e mirë për trurin, lëkurën dhe trupin tuaj, dhe mund t'japë përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i kafes në mënyrë të rregullt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto janë arsyet sipas ekspertëve pse duhet të konsumoni kafen në sasinë e rekomanduar. Ajo është shumë e pasur me antioksidant. Sipas një studimi të vitit 2005 në Universitetin e Scranton në SBA, kafeja lufton plakjen dhe është një përzierje shumë e mirë ushqyese për të ofruar antioksidantët e duhur në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Aroma e kafes ka aftësinë që të bëjë njerëzit të ndjehen më pak të stresuar. Një kërkim i Universitetit Kombëtar të Seulit ka shkuar edhe më tej. Ai duke shqyrtuar trurin e minjve nën stres për shkak të mungesës së gjumit dhe sipas trurit të minjve nën stres, aroma e kafes ka dhënë gjithashtu relaksin më të mirë edhe kundër këtyre komplikacioneve, duke dhënë një nxitje më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar stresin e tepërt. Kafeja mund të zvogëlojë simptomat e sëmundjeve të Parkinsonit. Për të mbështetur këtë studim, ekziston një studim i Dr. Ronald Postuma, i cili në vitin 2012 tregoi se pirja e kafes mund të kontrollojë lëvizjet e atyreve që vuajnë nga kjo sëmundje, duke dhënë gjithashtu një ndihmë shumë më të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët thonë se përdorimi i duhur i kafes në menun tuaj ditore do të kthehet në një mbrojtje efektive në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj kafeja duhet të pihet vazhdimisht me kujdes dhe gjithmonë brenda normës së rekomanduar. Kafeja është shumë e mirë për shëndetin tuaj të mëlçisë. Pirja e kafes do të zvogëlojë gjithashtu edhe prirjen për të humbur jetën në mënyrë të pakontrolluar. Për këtë, Shkolla e Shëndetit Publik të Harvardit, të cilit I referohemi, ka treguar se ata që konsumojnë kafe 1 deri në 2 filxhan çdo ditë kanë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të saj. Kjo e përkthen gjithashtu kafen si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e shëndetshme të trupit tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se pirja e kafes duhet jetë në menun tuaj ditore si një përzgjedhje fantastike ushqyese edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Healthline rendit këto arsye kryesore pse kafeja duhet jetë pjesë prezente e dietave tuaja ditore. Ajo mund të përmirësojë nivelin tuaj të energjisë dhe t'jap gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në trurin tuaj çka shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson gjithashtu nivelin e energjisë, një gjendje shpirtërore dhe as pak të ndryshme të funksioneve të trurit. Duke e renditur kafen si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese, ekspertët shtojnë se ajo duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja për sa kohë nuk teprohet. Kafeja mund t'ju ndihmojë në reduktimin e yndyrnave të tepërta dhe dhjamit rreth belit. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu të rrisë metabolizmin tuaj, duke ju ndihmuar të tiqni yndyrnat e tepërta dhe të përshpejtoni kështu metabolizmin tuaj, duke e kthyer atë në një aleate të vërtetë të shëndetit. Ajo mund të përmirësojë gjithashtu edhe performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelet tuaja të adrenalinës dhe të çlirojë gjithashtu edhe yndyrnat nga indet tuaja yndyrore, duke dhënë rezultate konkrete pozitive në këtë aspekt. Shtimi I kafes në menun tuaj ditore mund të çojë në përmirësime të dukshme të performancës fizike. Kafeina përmban lëndë ushqyese thelbësore për organizmin. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë këtu:
riboflavinën, acidin pantotenik, manganin, kaliumin dhe magnezin. Gjithashtu edhe niacinën të vëmendshme, këto si një përzgjedhje ushqyese shumë e rëndësishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kafeja në menun tuaj ditore do t'jap rezultate thelbësore edhe kundër problemeve të diabetit të tipit 2. Disa studime kanë treguar se personat që konsumojnë kafe kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga diabeti tipi 2, një gjendje e rëndë mjekësore që prek miliona njerëz në të gjithë botën, por kjo nuk do të thotë se ju duhet ta teproni me kafen. Sipas Healthline, kafeja mund t'ju mbrojë nga sëmundja e Alzheimerit, gjithashtu edhe demantina. Personat që pinë kafe rregullisht kanë një risk më të ulët për t'u prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën. Ajo mund të ulë riskun e prekjes nga Parkinsoni. Personat që pinë kafe vazhdimisht mund të kenë 60% më pak mundësi që të preken nga sëmundja e Parkinsonit, duke dhënë rezultate konkrete pozitive në shëndetin e tyre, duke mbrojtur kështu sistemin tuaj neurodegenerator, duke dhënë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë. Personat që pinë kafe rregullisht në dietën e tyre kanë gjithashtu një mëlçi më të shëndetshme dhe më pak probleme të saj. Kafeja mund të ulë riskun e prekjes nga problemet të depresionit dhe të zvogëlojë gjithashtu edhe në mënyrë drastike humbjen e jetës nga këto shkaqe. Kafeja është një përzgjedhje fantastike ushqyese që mbron organizmin tuaj edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Duke siguruar një mbrojtje më të mirë të imunitetit, kafeja do të përkthehet në një favorizues të mirë të organizmit. Vetëm siguroni ta konsumoni atë brenda normës së lejuar dhe ndikimi që do të keni në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe shumë i fuqishëm. Ekspertët shtojnë në një zëri se përdorimi i kafes në menun tuaj ditore do të jetë një mbrojtje shumë efektive për shëndetin dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Kafeja mund të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës dhe të reduktojë gjithashtu e mundësinë e goditjes në tru. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht ndodh edhe të kalojë edhe me kohën. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga këto komplikacione dhe kafeja duhet të jetë pjesë e pandare e menuve tuaja ditore, për sa kohë nuk i shtoni ëmbëlsues të ndryshëm dhe nuk e teproni me konsumin e saj. Sipas Healthline, kafeja mund t'ju bëjë gjithashtu të jetoni edhe më gjatë. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë gjithashtu edhe një jetë më të shëndetshme dhe ulin në riskun për të vuajtur nga këto komplikacione. Kafeja është një burim shumë i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidantë të rëndësishëm, të fuqishëm këto për të mbajtur larg komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu një rezistencë më të mirë të organizmit tuaj. Për sa kohë e pini këtë pije në mënyrë të kontrolluar dhe as pak të tepruar, përgatituni të merrni vlerat e saj ushqyese. Por, siç ka anën pozitive, kafeja ka edhe anën negative të saj. Nëse e pini më shumë se sa lejohet, pra se sa trupi juaj e toleron, mund të krijojë shqetësime nga më të ndryshmet, që nga shëndeti i zemrës, probleme të gjumit dhe gjithashtu edhe probleme me tretjen. Ekspertët tregojnë se përfitimet e saj janë të larmishme për mbrojtjen e organizmit. Për sa kohë e konsumoni brenda normës së lejuar, përfitimet janë mbreslënse. Mëlçia juaj do të jetë më e shëndetshme me shtimin e kësaj pije në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj. Hulumtimet tregojnë se personat që pinë kafe kanë më shumë gjasa të kenë një mëlçi të shëndetshme se ata persona që nuk e konsumojnë atë. ADN-ja juaj gjithashtu do të jetë më e fortë. Kjo falë vlerave ushqyese që mbart kafeja me shumicë në dietën tuaj. Pirësit e kafes do të përballen gjithashtu me përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Shanset që të vuani nga problemet të zorës së trash do të jenë më të ulta tek pirësit e kafes, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të teproni me konsumin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.